أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dërë më dhazën, si që dim feja islame ka regula të ndryshme dhe të lloj-llojshme, e këto padyshim që i ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Prandaj një rregull që duhet me pas parasysh ne si besimtarë është se ne fesë islame apo shariatit islam duhet t'i përshtatemi dhe jo të presim që ajo të na përshtatet neve. Nga se këtë mënyrë do t'i përngjasojmë krishterëve dhe jehudive, të cilët banën ndryshime në librat e zbritur nga Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj meritojnë hidhurimin dhe zemërimin e tij. Allah i madhreshëm në surën El-An'am, ku përmend 18 pejgamber me emra, që është surja që përmenden më së shumti pejgamber me emra, në fund thot walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Në qoftë se këta pejgamber do t'i bënin Allahut shirk, atëherë të gjitha veprat e mira do t'i asgjësoheshin dhe do t'i shkatronin. Pra më ne kush kanë qenë pejgamberët? Kanë qenë njerëzit më të mirë, më të dalluar, më të përzgjedhur të Allah subhanahu wa taala, dhe prapë Allah po thot momentin kur ata i shkelin vijat e kuqe që Allahu i madhreshëm i ka përcaktuar për njerëzimin, atëherë pa marrë parasysh se çka janë të gjitha veprat e tyre do të asgjësoheshin. Andaj këtu duhet me pas parasysh këtë rregull të qartë se ne duhet t'i përshtatemi fesë islame dhe duhet të pranojmë çdo send që ka ardhur nga Allah i madhruar dhe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse dëshirojmë që të jemi të lumtur në të dy botat. Përndryshe do t'i përngjasojmë ummeteve që kanë qenë para nesh dhe do ta meritojmë dënimin e Allah subhanahu wa taala në botën tjetër. Allahu njerëzit në raport me thirrjet kuranore i ka përshkruar në 3 kategori. Ne dim se Allahu flet për besimtarët, për pabesimtarët dhe për munafikat. Dhe Allahu këtu po thot, po na tregon se kur ato ftohen për më përmbajt thirrjes së Allahut, se çish është reagimi i tyre. Për shembull, Allah kur fol për munafika thot: "Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli, ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa." Kur atyre munafikëve i thuhet eja të për tek Allah dhe për tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për të udhëzimi, ata u akthejnë shpinën udhëzimit të Allahut. Pra ata me përqeshje me nënçmim i akthejnë shpinën udhëzimit të Allah subhanahu wa taala. Ndërsa Allah kur flet për pabesimtarët thot: "Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli, qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana." Ndërsa përgjigjja e pabesimtarëve kur ato ftohen për tek udhëzimi i pejgamberit alayhi salatu wasallam, ata thonë që ne ju përmbahemi traditës dhe ligjeve që i kemi gjetur baballarët tonë duke i vepruar. Do thot, u akthejnë shpinën dhe e refuzojnë udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam duke u arsyetuar se ne i përmbahemi, domethënë ligjeve dhe rregullave që i kemi gjetur baballarët dhe gjyshrit tonë duke i vepruar. Prandaj çdo kush që ja kthen shpinën udhëzimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam i përngjason munafikëve, dhe çdo kush që arsyetohet me veprimet e paraardhësve të tij duke e refuzuar dhe duke e kundërshtuar ligjin e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe urdhëresat kuranore i përngjason pabesimtarëve. Ndërsa Allah pastaj e tregon edhe cilësinë e besimtarëve se kur ftohen për tek udhëzimi dhe se çish është, do thot përgjigjja e tyre. Allah thot: "Inna ma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Mirë, po kur besimtarët ftohen, ata thonë dëgjuam dhe u bendëm. Do thot çdo urdhër kuranor, çdo urdhër profetik, besimtarët ndalen dhe ndëgjojnë me vëmendje dhe me edukat dhe mundohen që mu bind dhe me praktiku në rrafshën, domethënë praktik mu bën respektues të këtyre kërkesave që Allahu i madhreshëm i ka kërku dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj besimtarët e mirë dhe të drejtë i pranojnë çdo send që ka ardhur në Kur'an dhe çdo send që ka ardhur përmes traditës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pasi që e banëm këtë hyrje të shkurt, tash dalmi te shkatërruesi tjetër i veprave të mira. Pra kemi folur për shirkun, kemi folur për ato që vendoset mes Zotit dhe krijesës, kemi folur edhe për mos t'i shpallim qafira apo mos t'i bëjmë pabesimtar ata që Zoti ka bërë pabesimtar, ndërsa sot është asgjësuesi i katër i veprave të mira, që është të urrejmë diçka që është prej fesë. Pra në qoftë se ne falmi, agjerojmë, mirë po urrejmë ndonjë dispozitë fetare, urrejmë ndonjë kërkesë kuranore ose ndonjë kërkesë nga hadithet që ka nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, atëherë si e tillë ne meritojmë
që të bëhemi prej atyre që ju azgjësuan veprat. Urrejtja nderuar vëllezër, fillimisht duhet ta kemi parasysh që urrejtja është çështje e brendshme, është çështje e zemrës. Do thotë bazën e ka në zemër. Por kjo mund të reflektohet me gjuhë dhe me vepra. Prandaj një gjë duhet me pas parasysh ne si besimtar që të ruhemi mos të bëhemi gjykues ndaj të tjerëve. Duke thënë se m'duket se filani e urrejn fen, m'duket se filani e urrejn sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ti thuash dikujt se e urrejn sunetin e pejgamberit alayhis salam, i bjen që ti thuash pa besimtar, nga se çdo kush që urrejn sunetin ai është pa besimtar. Prandaj, në momentin kur nuk kemi argument të qartë se dikush është duke urrejt diçka, nuk bën që të mirëme me të brendshmën e tina. Allahu është i vetmi ai i cili gjykon për të brendshmën e dikujt. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahu e din atë që bartin zemrat. Thon esirru indahu alaniya. Shëtësit tek Allah janë publikim, pra nuk ka dallim tek Zoti, nuk ka diçka të rëndë dhe të lehtë, nuk ka diçka publike dhe të msheft tek Allahu, të gjitha janë qarta. Prandaj Allahu është ai i cili gjykon për të brendshmën e dikujt dhe jo ne. E për këtë Ibn Kaimi, Allah i mëshiroft, ka thënë se shpeshherë njeriu nuk e ka të qartë në jetën e tij që gjendet në vetveten e tij. Pra e bën një punë nuk e di se e ka bëu bashkë për Zot apo për krijesa, pra nuk është i qartë në jetën e tij. E çish ka mundësi me gjyku për zemrat e të tjerëve që vetëm Allah ka qasje në ta. Prandaj ne këto rregulla i mësojmë që fillimisht të ruhemi ne, që mos bim të dhe mos shkatërrojmë dy botët, por edhe t'u tërheqim vërejtjen të tjerëve dhe t'i tregojmë për rrezikun e këtyre vepra. Mirë, po asese që t'i gjykojmë. Pra t'i gjykojmë me dyshë, t'i gjykojmë me dyshim se m'duket që filani urrejn sunetin. Pra ti thuash dikujt se urrejn diçka prej fesë, i bie, domethënë në mënyrë indirekte ta shpallësh ata çafer. Prandaj ndërun vëllazën kjo hyrje ke me vend që ta kemi parasysh dhe të mos bëhemi gjykatës, mirë po të bëhemi këshillues. Prandaj të urrejmë, pra shkatërruesi i katërt i këtyre veprave është të urrejmë diçka që është prej fesë. Qoftë ndonjë dispozitë që është argumentuar me Kur'an, qoftë ndonjë dispozitë që është argumentuar me Sunet, nuk kemi të drejtë që ta urrejmë. Në momentin që urrejmë ne dalmë prej fesë. Për me pas sa më thjesht dhe me kuptuar më mirë këtë rregull, po i ndajmë urrejtjet në dy kategori. Pra, mos me zgjat shumë mirë, po tjetë ligjërata e shkurtë dhe kuptim plotë, po i ndajmë llojet e urrejtjes në dy kategori. Nga se jo çdo lloj i urrejtjes e nxjerr njeriu nga feja. Kemi urrejtje që është natyrshme, kemi urrejtje që është mëkat, po kemi urrejtje që e nxjerr njeriu nga feja. Dhe cili lloj urrejtjes e nxjerr njeriu nga feja? Kur njeriu urren me zemrën e tij diçka që është dispozit, qoftë e ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wassalam, qoftë na ka porosit me të e kështu me radhë. Pra nuk ka dallim mes atij që i pranon disa prej dispozitave e disa i urrejn, ose mes atij që gjitha dispozitat i pranon vetëm një ose dy i urrejn. Pra në momentin e fetu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apo besonin disa po i moheni, ne si besimtar do ta pranojmë çdo send çka ka ardhur në fen ton dhe të mos bëjmë ndallime se kjo po na pëlqen, kjo s'po na pëlqen, këta po du, këta po urrej. Ne dim se prej kushteve të shahadetit është el mahabbe. Të duam Allahun, të duam pejgamberin alayhis salam dhe të duam çdo send çka vjen prej Allahut dhe prej pejgamberit alayhis salam. Në momentin kur ne shprehim urrejtje ndaj ndonjë dispozite, automatikisht e them kët kush që është kushti i shahadetit. Allah në Kur'an ka thënë: "Walladhina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum." Ata të cilët kanë mohu, ata të cilët s'kan besu. Allah po thot se për këta do të ketë shkatërrim. Dhe asnjë sevap për veprat e tyre nuk e kanë. Por çfarë arsye do të ketë shkatërrim dhe s'do të ketë sevap për veprat e tyre? Allah thot: "Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum." Nga se ata e kanë urryer ata që ka zbrit nga Allah subhanahu wa taala dhe për këtë arsye Allahu u ka zgjuar veprat atyre. Thot, Allahu po na tregon se disa njerëzve u ka zgjuar veprat. Pse u ka zgjuar veprat? Nga se e kanë urry ata që ka zbrit Zoti, që do të thotë të urresh atë që ka zbrit Allahu, që është Kurani, por edhe hadithin këtu, edhe suneti pejgamberit alayhis salam, atëherë njeriu që urren dispozitat e Kuranit dhe dispozitat që nxjerren nga suneti, ky njeri meriton hidhrimin e Allahut dhe meriton asgjësimin e veprave të tij. Prandaj këtu nuk duhet të bëjmë asnjë lloj ndasie mes Kuranit dhe hadithit dhe sunetit, nga se kemi grupe të devijuar të cilët e pranojnë Kuranin, mirë po nuk e pranojnë sunetin.
Allah ka thënë në Kur'an wa ma atakumur rasul fakhudhu. Atë çka u jep pejgamberi alayhis salam merrni. Aleikum bi sunnati. Pejgamberi alayhis salam ka thënë kapuni fort pas sunetit tim. Dhe po ashtu ka thënë po ala dy gjëra, që në qoftë se kapni pas tyre nuk do të humbni kohë. Po ala Kur'anin, librin e Allahut dhe sunetin tim. Prandaj nuk ka dallim mes sunetit dhe Kur'anit. Çdo njeri që mundohet të bëjë dallime mes tyre dyjave është prej grupeve të devijuara. Prandaj ne si besimtar musliman i pranojmë të gjitha dispozitat që kanë ardhur nga Kur'ani, por edhe të gjitha dispozitat që i nxjerrim nga hadithi, nga suneti i pejgamberit alayhis salam. Dhe në qoftë urrejmë diçka prej dispozitave që janë të argumentuar me Kur'an apo me hadith, atëherë ne bëjmë pjesë në grupin e atyre njerëzve që u ka zgjosuar Allah subhanahu wa taala veprat e tyre. Prandaj ne fillimisht tham se urrejtja është vepër e zemrës. Mirë, po shpesh herë kjo reflektohet me gjuhë. Andaj dikush mund ta shpreh këtë në mënyrë direkte, dikush në mënyrë indirekte. Për shembull, në mënyrë direkte dikush thotë se e urrej Allahun. Allahu nuk po më përgjigjet në lutjet e mia. Allahu vetëm i ka qel dyert e dështimeve, po mundon as po kam sukses, e urrej Zotin. Allah nuk ma do të mirën. Ose dikush e shpreh me gjuhë se e urrejn pejgamberin, dikush e shpreh me gjuhë se e urrejn fen, e urrejn Kur'anin e kështu me radhë. Në momentin kur dikush e shpreh me gjuhën e tij urrejtjen që ka ndaj fesë, çon ndaj Allah, ndaj pejgamberit e kështu me radhë, atëherë ky njeriu automatikisht del prej fesë. Por kemi urrejtje, shfaqje e urrejtjes në mënyrë indirekte. Kur dikush për shembull fol fjalë nënçmuese, përçmuese, fjalë të ulta që ulin vlerën e Allahut subhanahu wa taala, e fesë, e Kur'anit, e pejgamberit alayhis salam, edhe kjo padyshim që bën pjesë në këtë rregull që njeriu kur shpreh urrejtjen e tij edhe në mënyrë indirekte që ka ndaj fesë, pejgamberit e Allahut e kështu me radhë, atëherë natyrisht që edhe ky njeri bën në këtë grup ku Allahu do t'u azhgjësoj atij veprat. Prandaj kemi edhe urrejtje që nuk është kufër, nuk e nxjerr njeriu nga feja. Pra kemi urrejtje që është e natyrshme. Për shembull, për me sqaru këtë gjë sa më thjesht, po i bi disa shembull me bë dallimin mes urrejtjes që nxjerr njeriu nga feja dhe urrejtjes që nuk e nxjerr njeriu nga feja. Për shembull, Allah ka thënë kutiba aleikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allahu u ka obliguar luftën, xhihadin, edhe pse është e urryer për juve. Prandaj edhe në luftën e Bedrit, Allahu ata që morën pjesë në luftën e Bedrit, fillimisht e urrenin që të merrnin pjesë. Mirë, por nuk e urrenin luftën si luftë, si dispozit. Mirë, por nuk ishin të përgatitur për një gjë të tillë. Prandaj kemi njeri që thotë që lufta është e pavend. Lufta është e keqe. Nuk është dashur Allahu që ta bëj si ligj luftën. Pra kjo lufta është e padrejtë e kështu me radhë. Pra dhe nuk e pranon si dispozit vetare dhe ka urrejtje ndaj saj, ky njeri del nga feja. Mirë, por kemi një njeri tjetër që e pranon luftën si ligj i Zotit. E pranon luftën si një gjë që ndonjëherë është mënyra e vetme për të ardhur deri te e vërteta dhe e mira, mirë, po për shkak të frikës, për shkak se thotë mund zihem rob, mund t'i lë fëmijët jetima, e mund plagosem rande kështu me radhë, e urrej një gjë të tillë, atëherë ky nuk del prej fesë. Mirë, po kjo tregon për imanin e dobët që ka në zemrën e tij. Pra, ta urrejsh dispozitën si dispozit është diçka tjetër dhe ta urrejsh një veprim që është jashtë dispozitës është diçka tjetër. Për shembull, e marrim edhe një shembull tjetër. Allahu ka lejuar burrave që të martohen me më shumë se një grua, deri në 4 gra. Tash cila grua pranon që burri i saj të martohet me gruan e dytë? Asnjë grua. Pra gjithë e rrejnë një veprim të tillë. Të gjitha e urrejnë një veprim të tillë. Tash a themi që gratë tona janë pabesimtare? Jo, nga se kjo është një urrejtje e natyrshme. Pra ajo nuk e urrejnë dispozitën si dispozit. Mirë, po urrejnë për një sebeb tjetër, për një shkak tjetër. Për shembull, e kemi një grua që thotë që Allahu është i padrejtë ndaj njerëzve. Pasi që u ka lejuar burrave të martohen me më shumë se një grua, pse se u ka lejuar edhe grave të martohen më shumë se një burr? Pra kjo është e padrejtësi ndaj gruas. Kjo automatikisht del prej fesë. Pse se ka urrejtje ndaj dispozitës si dispozit. Mirë, po kemi një grua që e pranon dispozitën si të tillë, mirë, po për shkak se friksohet se bashkëshorti i saj më shumë do ta doja tjetrën, ndoshta do të hinë haksaj, e ndoshta më nuk do ta ketë kujdesën siç e ka pas kur ka qenë vetëm e martuar me kët, atëherë e urrej një veprim të tillë. Kjo nuk del prej fesë. Kjo është diçka natyrshme. Pra, kjo po urren veprimin, nuk po urren dispozitën. Pra po urren diçka jashtë dispozitës. Prandaj urrejtja, pra do të ta kemi parasysh këtë rregull, nga se dikush mund t'i bëj pabesimtare
ose thot janë të këqija ato gra që s'pranojnë që bashkëshorti i saj ta marrë gruan e dytë. Mirë po kjo është diçka normale dhe është urrëtie e natyrshme. Nga se nuk ka të bëjë me dispozitën si dispozit, po ka të bëjë me një veprim që është jashtë dispozitës. Ose, për shembull, Allah i Madhreshëm e ka caktuar abdesin si kusht para se me hyrë namaz dhe më fal. Mirë po ndodh që gjatë kohëve të dimrit, kur temperatura është minus dhe nuk kemi ujë nxehtë, mirë po uji është i ftoftë, kur të marrim abdes ta kemi një lloj urrëtie, një lloj jo knatësie, pra të marrim abdes si me jo knatshëm. Domethënë, si më na shti dikush me dhun. Pra, kjo urrëtie që formohet në zemrën tonë, nuk është urrëtie abdesit si dispozit. Mirë po është një lloj urrëtie që shfaqet ndaj veprimit, pra është vështirë me marr abdes kur është ftoftë. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë që prej gjanave që ndikojnë në shtyrjen e mëkateve është që të marrësh abdes mirë kur është vështirë. Prandaj kemi dallim dhe duhet ta bëjmë dallimin mes urrëties së dispozitës dhe urrëties së veprimit që është jashtë dispozitës. Pra është një vije e hollë që i ndan. Prandaj personat që nuk mund ta vërejnë, nuk mund ta dallojnë dhe nuk e kanë të qartë këtë rregull, ndodh që t'i bëjnë pabesimtar, t'i bëjnë qafira ata të cilët nuk e meritojnë. Dhe si të tillë ngarkohen dhe do të ngarkohen në botën tjetër, ku këta persona do të lypin hak prej këtij personi që ka gjykuar, domethënë jo drejt ndaj tyre. Prandaj kërkesa ime është ndaj jush dhe ndaj çdo kujt që na ndëgjon, që gjykimin ndaj personave t'ua lëm dietarëve, t'ia lëm hoxhallarëve, nga se ata i shohin më mirë rrethonat. Pra mos dëgutmi të gjykojmë, nga se jona është të këshillojmë, jo të gjykojmë. Nga se Allah nuk do të na merr në pyetje pse s'ke gjykuar për këtë person. Mirë po do të na merr në pyetje kur gjykojmë se pse ke gjykuar. Prandaj pa u kon të dijshëm, pa u kon argumente të qarta sikurse dielli në mesditë, nuk na lejohet që të gjykojmë për tjetrin, se kjo është urrëties i sunetit të pejgamberit alayhis salam. Ky nuk e do sunetin, nuk e do pejgamberin, nga se kjo do të thotë që ai është pabesimtar. Nga se mësum, një prej gjërave që e largon njeriu nga feja është ta urrej sunetin, ta urrej dispozitav që janë argumentuar përmes sunetit. Prandaj në momentin kur ti tregon haptas se filani nuk e do dhe është armik i sunetit, do të thotë në mënyrë indirekte se ai është pabesimtar. Prandaj kjo është shkurtimisht rreth kësaj rregulle, për fund do thotë, ta urrejmë dispozitën si dispozit është diçka tjetër dhe ta urrejmë veprimin është diçka tjetër. Prandaj këtë gjë duhet ta kemi parasysh. Në fund e lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, në mëshiron. Lutem Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allahu t'i shëroj, të vdekurit tonë Allahu t'i mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.